Të dua pa masë, o Allahu im, prandaj vetëm ty i palëkundur të adhuroj. Veç në fletet e librit tënd, unë gjeta shpëtim, për kujtimi yt, shpirtin ma qetësoj. Ndaj kthej kokën lart dhe nga qielli shikoj, me krijimin tënd unë thellësisht mahnitem, pastaj duar të ngre, në sy tek lotoj, i nënshtruar ndaj teje dua të venitem. S'është edhe as vështirë që të jesh i lumtur, nëse dashurinë për librin e Allahut në jetë e ke skalitur. Nëse hapat që hedh në rrugën e pejgamberit alayhi salam i ke strukur, nëse të keqen e tjetrit me këshilla ke venitur. Vërtet, nuk është edhe aq vështirë që të jesh i lumtur. Nëse në mëngjes ke dhuruar një buzëqeshje dhe nga zemra do të zhduket trishtimi i stërmundur, ku mirësitë nga i gjithëmëshirshmi duke i përjetuar në heshtje. O mos me nervozoni me thenje boshe, as me dekorata krejt pashije. Dua që për një çast të ndaleni e të më dëgjoni. Gjokset t'i ndryqojme me më të lartën dije. Se kuptoj se që mirësie për i gëzoheni në dështim të bukurën duke e transportuar në bregun e kotësisë marrëzisht po shkatroheni duke mos e njohur Allahun e madhëruar. Më ngacmon në gjoks melodi e qiltërsuar, duke i dlirësuar të ylltat ndjesi, tek kujtoj pejgamberin alayhi salam një sahab duke e këshilluar, o djalosh, ruaje Allahun në mirësi, të ruaj ai ty në vështirësi.
kam dhimbje, prandaj dua të shpërthej. Dhe muret në zemër me lot t'i rrëzoj, duke e përmendur Allahun, shpirtin ta ushqej, që sekondat e kësaj bote t'i dritësoj. Malli më merr, shpirti nuk qetësohet, në gjoks përvelon e zjarta dashuri, derisa në xhennet me pejgamberin alayhis salam të takohem dhe zemra të vaditet me të artat mirësi. Janë zëra të dikurshme që të shkruaj në nxitin, në vetmi ta derdh të paktën një fjalë të bukur. Ca malle të amshimta që si padashur më rëshqitin, si det që dallgëzohet afër mbrëmjes së bukur. Nuk dua të shuheni, o të dashura dëshira, enigma ka fshehur të pasnesërmen e saj, se kjo botë ka ndarje dhe përqafime të ngrira, ka edhe buzë që nga dëshuria për Allah dridhen në vaj. O natë, mbuloma se dhimbja nuk paqtohet, sepse dua që si flad të gbiret të lëvatojnë me ëndje, se ndjenja për butësi gjithnjë po zgjerohet tek kështjellat e papërkullshmërisë i përkullën në shëmbje. Nëse flaka e dashurisë në shpirt nuk po shuhet, dua të kthehem në vesë që mbi trëndafil të pikoje, dhe zemra të lumturohet me Kur'an kur të mbushet, ku Allahu thot: thuaj ti o Muhammed, nëse doni Allahun, atëherë e jeni pas meje që Allahu t'ju doje. Ej, vëllau im, që jetë gjatësina e ndëron, të lajot e logjikës a i ke gjallëruar, duke i fokusuar sytë e zemrës në faktin që kjo jetë po shkon, me përkushtim ndaj Allahut ditënetet duke i gjallëruar. Një gjë vëllau im duhet që ta dish, besimi nuk është të gjethe që vyshket një qast, por është rrugë gjatë që duhet ndjekur vazhdimisht, që Allahut lavdi plote të mos i shkosh duar zbrazët. Si një gongje ngjyrë vjollcë nis të çel agimi,
tek Kur'anin dalë nga dalë nisa tash fletoj, thalot më rjedhen nxitur nga mallëngjimi, sepse në këtë libër mësova pse ekzistoj. I patëmeta je, o Allah i madhëruar, që jam robi yt, unë shumë krenohem. Falënderimi të përket vetëm ty, që na i ke qartësuar, që askush përveç teje nuk meriton të adhurohet. Jo, nuk janë grumbull vjetërsirash, por është e det që fshihen margaritar, se në çdo anë ledhatojnë fladë mëshirash në brigjet e një shpirti që Kur'anin e ka bashkullëtarë. Një hap përpara të bëj, që vetedia të shkëlqej, që driten e qartë me dashuri ta tregoj, që në botën e njeriut e mira të shpërthej, dhe një dite e këndshme mes të thjeshteve të përendoj. Më pas dua të tërhiqem për pak të shlodhem, dhe lumturia në mua të bije si shi. Me fjalen e Allahut dua të lartësohem, kur thot në Kur'an, ne të frymëzuam ty Muhammed me shpallje, sikur patëm frymëzuar Nuhun dhe pejgamberet pas tij. Këndo o bilbil, se malli nuk ka marrë, zërin tënd të ëmbël i heshtur ta dëgjoj, ti e din sa të dua, që do se takohemi rallë, ditët më të bukura mbi letër po i vizatoj. Në mes të këti pylli të bukurën xhamie kemi, që të dy kemi nisur Allahun ta madhërojmë, me tekbire të zjartha, le të ngjallet refreni, gjithnjë për të mirë çdo çast ta reflektojmë. Në muzgun e vonë të një ditë shkurti,
shtëpinë ma nderuan 4 mysafir. U mundova t'i prisja me të mirat që pata, mendova t'i bëj të ndjehen mirë. Kështu nuk kaloi shumë gjatë. U ngurtësuan fjalet tamam si një çelik, një tingull në zemër me preu si shpatë, tik dëgjova me ëndje një hadith pejgamberik. Pejsazhet e syve u ngjyrosën me lot, që zoj nga gjumi botën e harrimeve, duke më shëruar plagët fjalet e pejgamberit alayhis salam kur thot, veprat vlerësohen vetëm sipas qëllimeve. A nuk ka mësim për ty dhe mua në atë që porositi i madhrishmi në Kur'an, një hap për ta bërë, zullumin për ta shuar, që paqja mbi terrorin të shëndrin si flakadan, më mprehtësi po të shikojmë, sytë e zemrës të flenë, s'mund t'i lëmë. Ija pra vetveten dhe botën ta ndryshojmë deri sa teri i së keqes nuk na ka rënë. Kjo botë e mashtrueshme është mysafirhane që unë dhe ti kemi ardhur me një qëllim të caktuar, nuk bën të mashtrohemi mbas çdo lloj reklame me 1 milion mashtrime humbje duke e zbukuruar. Në këtë mysafirhane që erdhem jo pa qëllim, mos ja plotëso ti epshit në haram dëshiren, mos e nxiti zemrën nga i fliquri nxitim, me durim për hir të Allahut digje e rësiren. Dhe shijoj me shpirt orët mëngjesore, tek qielli ka marrë ngjyrë gri të plotë, një dritë më zbret në të lajot shpirtërore, tek pi një kafe dhe një gotë ujë të ftohtë. Ky çast melodik hap portat rrugëtimit, në bedena kohësh plot me mund gërryer, hapi perden brillante në dhomen e botkuptimit, duke u bindur se jeta agon ku në rrugën e Allahut ke shërbyer.
me hapin e kujdesshëm duke u ngjitur në shpate, në vargmale të përnjesimit të Allahut duke u lartësuar, tek kolosat e shkencës të shtangur në fakte, Kur'anin si libër të krijuesit duke e pranuar. Ç'keni more që goditni si rufeja? Nuk di pse Fodullekun e shitni në pazare, se asnjë grimce s'kundërshtohet shkenca dhe feja, biles shkenca e ka fenë në rrugëtim si nismëtare. Për shkak shumë dëshirash, ecin në rësirë, i shikoj se si në idhujtari kanë rënë, kanë varrosur logjiken dhe zemrën kanë nxirë, fjalë nga mohimi me gjuhë duke i thënë. Nuk e lë paraja e as autoriteti, me zemër dhe me shpirt Allahut t'i dorëzohet, mendon se këtë botë do e marrë me vete në gropën e varrit një ditë kur të lëshohet. Dhe s'duron një fjalë nga e vërteta t'i thuhet, përkundrazi me krenari vërsulet e kundërshton, në qefet kalimtare mendimet të mbetura, hutueshëm një jetë pa lumturi i shkon. I pasur, i lumtur dhe shumë i realizuar, është ai që një çast mendjes i thiri në ignorancën e mëparshme për të mos vazhduar, rrugëtoi nga ignoranca për në mençuri më së miri. Kalova një ditë nga kumbulla e vjetër tek qielli vjeshtore, zbukuruar kaltërsisht. Në xhep si zakonisht kisha një laps dhe një letër. Ca gërma nisa t'i shkruaj tepër përzemërsisht. Çdo punë e mire që jeta më të hijeshohet, që pëlqimin e Allahut gëzon e ka mirësinë, është e ngritur mbi baza që ëmbël përjetohet, e zbukuron çdo shpirt si jeshilleku çdo lëndinë. E di që ja të proj, kur me nerva shkruaj, por dua që në letër të bardh, gjithnjë të pikturoj, ty vjershë që nga pasioni më bën të vuaj,
dhe valen e drinit në këngë ta përjetësoj. Ti shpreh një dëshirë, ndo nëse e sheh larg, me lapsin e mendimit duke e zgaravitur, se shumë gjëra që si fole i shprehe në varg, nga mashtrime politikanesh shpirti është sfilitur. Kjo gjendje kritike vallë si do ndryshoje, drejt shpresave të rreme syte duke zgurdulluar, ndryshon kur çdo zemër të keqen madhore nga thellësia ta distancoje, ndryshon kur vullnet plotë drejt të mbares ke udhëtuar. Është dështimi i plotë nga tjetri të presësh, të thërras që të pastohesh nga ky mendim banal, aratisu nga i mirim përpara se të vdesësh, se do vazhdoje të na vizatohet i njëjti realitet fatal. Mos ja lësho ti veten errësirës së pesimizmit, ku e gjithë kjo bukuri në të katër anët të rrethon, ngjitu me vullnet shpatit të optimizmit, se Allahu suksesin një çast ta dhuron. Kur shikon vëmendshëm në peizazhin mrekullor dhe ke marrë një hap drejt fushës së meditimit, pra gëzohu aq ëmbël ajetit kuranor, e padyshim se pas vështirësisë vjen lehtësimi.
kur namazin si obligim nga Allahu e kuptova, në heshtje shumë gjate nuk jam menduar, por me ftyrë për dhe, me njëherë u lëshova kënasin e të përullit ndaj Allahut thellë duke e shijuar. Ngrihu dhe mos fli, gjumi është vdekje, të jetosh i zgjuar është begati, duke mos të dukur as pak gjigant vetja, duke dhuruar për botën paqë dhe dashuri. Përderisa ti jeton, nuk ke as pak arsye të jesh arrogant nga e mira të largohesh, se do vije një ditë e gjatë llogarie, para Allahut zemrat do të drithërohen. Ti e do paranë, famën, gjithashtu, por ta dish se nuk janë gjithçka, nuk kalohet jeta fare kuturu, kur për breza që vine nuk e lënë diçka. Lumturinë larg të kotës dua ta gjej, kjo botë e rrajshme nuk dua të më hyjë në gjak. Ankthi ndrysh kur me pat durim le të shpërthej duke shijuar bukuritë e besimit në Allah. Të gjallë jemi dhe vdekjen do ta shijojmë, akrepat e orës për në ikje kërcasin, dhe ngritjen nga varri do ta përjetojmë, ku gjymtyret përpara Allahut do na flasin.